Fort lumturi, shkëlqësi të pranishëm. Punimi ka si qëllim të nxjerrë në pah pasqyrimin e tematikës ikonografike të sinodit të parë ekumenik, të lidhur me traditën e një kishe të shenjtë katolike dhe apostolike. Në të analizohet kompozimi i tematikës ikonografike të sinodit të parë ekumenik, e cila dëshmon rëndësinë teologjike të mbledhjes së sinodit nëpërmjet funksionimit të kishës dhe zgjidhjen e çështjeve të saj. Punimi trajton kryesisht veprimtarinë e hagjiografëve pas bizantin, të cilët pasqyruan tematikën dhe skenat e sinodit të parë ekumenik, fillimisht në malin e shenjtë të Athos dhe më pas në kishat e Shqipërisë dhe Gjetkë. Ikonografia e krishterë e ka pasqyruar gjerësisht tematikën e sinodit të parë ekumenik për gjatë mijëvjeçarit të dytë. Skena e sinodit fillimisht paraqitej në miniatura të dorëshkrimeve, si dhe gjatë periudhës bizantine paleologiane, vijoi të paraqitej në pikturën murale. Tematika e sinodit të parë ekumenik është pasuruar edhe me tipe dhe skena ikonografike të cilat i dedikohen ndodhive para dhe pas mbajtjes së sinodit të parë dhe lidhen me traditën e shenjtë të kishës. Studiuesit e artit e pranojnë se ikona e sinodit të parë ekumenik ka ngjashmëri pamore me ikonën e darkës mistike. Darka mistike është një mbledhje sinodike me në krye kryepriftin e madh Krishtin. Po njësoj, edhe në meshën hyjnore, manifestohet i njëjti parimi i sinodalitetit me në krye kryepriftin. Gjithashtu, është pranuar se kompozimi dhe paraqitja e skenës ikonografike të sinodit të parë ekumenik ka ngjashmëri pamore me skenën ikonografike të ngjarjes së Pentikostisë. Për shembull, vendosja në gjysmërethi i etërve hyj prurës dhe apostujve të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Mendoj se tipologjia ikonografike e këtyre dy ngjarjeve lidhet njëkohësisht edhe nga pasqyrimi i të njëjtës përmbajtje teologjike të tyre. Ikonografi nuk paraqet vetëm ngjarjet historike dhe të shenjta, por kompozon tipe ikonografike dhe vendos skena të reja në plan të parë, të cilat pasqyrojnë rëndësinë teologjike të ngjarjes së Pentikostisë, mbushjen me Shpirt të Shenjtë të apostujve si ditëlindja e kishës dhe ngjarjen e sinodit të parë ekumenik, formulimin e simbolit të besimit, si vërtetësia e besës së etërve hyjmbajtës e të ndriçuar nga e njëjta dritë hyjnore e Shpirtit të Shenjtë. Ikonografi në skenën e sinodit të parë ekumenik ndërretrit e kishës paraqet Shën Silvestrin e Madh Pap të Romës. Historikisht është i njohur fakti se ky ati kishës nuk ka marrë pjesë personalisht në sinod. Edhe pse dihet se Shën Silvestri dërgoi delegatët përfaqësues të tij në sinod, ikonografi e paraqet sikur të ishte vetë ai, për të treguar se në thelb delegatët përfaqësuan vetë papën, episkopin e kishës së Romës. Paraqitja e Shën Silvestrit dëshmon statusin e episkopit të sinodit, rolin e të parit, o rolos tu protu primus inter pares, dhe njëkohësisht rëndësinë e mbledhjes sinodike të mbarë episkopëve të kishës. Prania e delegatëve dëshmon qëndrimin dhe besimin e vetë papës si episkopi i Romës, ashtu si dhe episkopi dëshmon teologjikisht dhe përfaqëson administrativisht mbarë bashkësinë e kishës lokale. Vetëm nëpërmjet mbledhjes së të gjithë episkopëve të kishave lokale realizohet përfaqësimi dhe qëndrimi teologjik i kishës sipas parimit të sinodalitetit. Paraqitjen ikonografike të një figure kristiane, edhe pse nuk ishte i pranishëm në momentin e ngjarjes historike, e hasim edhe në paraqitjen e Pentikostisë. Edhe pse dihet se apostull Pavli nuk ishte i pranishëm në ngjarjen e Pentikostisë, përsëri ikonografi e paraqet atë, në radhë me apostujt e tjerë. Në këtë rast, pasqyrimi ikonografik ka përcen ngjarjen historike dhe e vendos Pavlin. Kjo për të treguar se dhe ai nëpërmjet Ananias mori të njëjtën Shpirt të Shenjtë si kundër morën edhe apostujt në Pentikosti.
Në qendër të kompozimit të sinodit të parë ekumenik gjendet Konstantini i Madh. Ai paraqitet me aureolë si shenjt i barabartë me apostujt dhe garantues i besës. Ndërsa në dorë mban skeptrin e pushtetit ose kryqin dhe mbi krye mban kurorën perandorake. Këtu kuptojmë lidhjen e pushtetit perandorak me pushtetin kishtar. Fakti që sinodi i parë u thirr prej Konstantinit perandor tregon dhe lidhjen që kisha kishte me kreun e perandorisë. Gjatë historisë së kishtare është i njohur roli i perandorëve për thërritjen e sinodeve kishtare për zgjidhjen e debateve teologjike dhe problematikave përçarëse të unitetit të kishës. Gjithashtu, historia kishtare tregon se kurora perandorake e Konstantinit të Madh, përveç gurëve të çmuar, kishte të përfshirë në të edhe një nga gozhdët që gozhdoi të kryqëzuarin. Sipas traditës bizantine, kurora e Konstantinit të Madh vendosej prej patriarkëve të Konstantinopojës në kokën e perandorëve të sapungjitur në Fron dhe qëndronte mbi altarin e kishës së Shën Sofisë në Konstantinopoj deri në shekullin e 12. Me humbjen e saj, humbi dhe tradita e vendosjes së kurorës. Mendoj se thërritja dhe mbledhja e sinodit të parë ekumenik nga perandori Konstantin nuk u realizua për të nxjerrë në pah lidhjen e re të kreut të perandorisë me kishën, por u realizua sipas parimit të sinodalitetit formë e hershme e drejtimit të kishës për zgjidhjen e polemikave të saj të vërejtur qysh në sinodin apostolik në vitin 49. Brenda tematikës ikonografike të sinodit të parë ekumenik kemi paraqitjen e skenave të dy ngjarjeve të tjera. Së pari kemi paraqitjen e vegimit të Shën Petros së Aleksandrisë. Hap citat. Thuhet se Shën Petroja, pasi e kapën dhe e nxorën për ta gjykuar, refuzoi ta pranonte Ariosin heretik në kungim. Kur e pyetën për arsyen, ai tha se natën e mëparshme kishte parë Krishtin t'i shfaqej, me pamjen e një fëmije 12 vjeçar me bukurinë ndriçuese, që mbante një tunikë liri të grisur nga lart deri poshtë. Fëmia i varfër mbante 2 copat, duke u përpjekur të fshihte me lot lakuriqësinë e tij. Petroja e pyeti: "O Zot, kush e grisi tunikën tënde?" Ai ju përgjigj: "Ariosi më zhveshi. Prandaj kujdes se mos e pranon në kungatë dhe këshillo priftërind." Vegimi e nxiti Petron të refuzonte kungimin me Ariosin heretik. Pak më vonë Petro u martirizua në vitin 311. Ky vegim ka ndodhur mbi 14 vite para se të mblidhej sinodi i parë ekumenik. Megjithatë, ikonografi e paraqet skenën e vegimit në krye të tipit të ikonës së sinodit dhe e kompozon duke paraqitur Krishtin Emanuel me tunikë të grisur mbi tryezën e shenjtë dhe përballë tij paraqet Petron e Aleksandrisë me veshje episkopale. Në qendër të tematikës ikonografike të sinodit të parë ekumenik pasqyrohet ungjilli mbi altar dhe shpeshherë paraqitet Krishti Emanuel me tunikë të grisur mbi altar dhe pranë tij Petro i Aleksandrisë. Së dyti, gjatë shekujve të fundit, brenda tematikës së sinodit të parë ekumenik paraqitet edhe ndodhia e fundit të dhimbshëm të Ariosit, edhe pse rrallë paraqitej në ikonografi. Heretikun Arius e shohim në gojën e bishës në afresket e manastirit të ungjillëzimit Vanistër Gjirokastër. Gjithashtu, e shohim të paraqitur bashkë me Juda Iskariotin në skenën e ferit të pasqyruar në eksterierin e manastirit Suçevica në Rumani. Në skenën e sinodit të parë ekumenik paraqiten edhe Shën Spiridoni dhe Shën Nikola me ndodhitë e tyre. Paraqitja e Shën Spiridonit me tjegull në dorë pasqyron mrekullinë e dëshmisës së Trinitetit, e cila u bë e njohur prej shenjtit në sinod. Për Shën Nikollën, ikonografi Mihal dhe ndihmësit e tij, Konstantin dhe Nikola nga linotopi i Kosturit, në vitin 1630 pasqyrojnë në ciklin ikonografik të jetës së tij në kishën e Shën Nikollës në Saraqenishtë të Lungërisë. Në skenën 11 të këtij cikli pikturojnë Shën Nikollën që godet Ariosin dhe në burg, kur
kur shenjtit i shfaqet Krishti që i zgjat ungjillin dhe e tërë shenjta që i ofron omoforin. 4 vite më vonë, ikonografi Mihal pasqyron sinodin e parë ekumenik dhe disa sinode të tjera ekumenike në afresket e manastirit të Spillesës Saraqenisht, manastir Stavropigjiak, i varur nga patriarku ekumenik i Konstantinopojës. Ikonografi kompozon në një gjysmë rrethi në qendër Konstantinin e Madh dhe Etrit Hyjprurës, të cilët mbajnë në duar një rrotull ku shkruhet fillimi i simbolit të besës. Poshtë këmbëve të tyre ka rënë përmbys heretiku Arios. Kultivimi i gjerë i tematikës ikonografike të 7 sinodeve ekumenike në përgjithësi dhe të sinodit të parë ekumenik në veçanti në manastiret e Malit të Shenjtë të Athos, nga një sër ikonografësh, ndikoi në paraqitjen e kësaj tematike në artin ikonografik të disa kishave të vendeve të gadishullit të Ballkanit. Në Malin e Shenjtë të Athos, në pikturat murale dhe në ikonat të lëvizshme të periudhës pas bizantine, u dalluan 2 tipe ikonografike të tematikës sinodit të parë ekumenik. Tipi i parë ikonografik i Athosit, i pikturave murale të shekullit të 16, dallon nga paraqitja e Shën Nikollës dhe Shën Spiridonit së bashku në radhën e parë të etërve Hyjprurës, të vendosur në pozicion gjysmërrethi. Gjithashtu, që nga shekulli i 18 në vazhdim, brenda të njëjtit tipi ikonografik, paraqiten skenat Shën Nikolla duke qortuar Ariosin dhe Shën Spiridoni duke shpërbërë tigullën në 3 elementë, të dhëna që i hasim në sinaksarin e muajit dhjetor në biografitë e Shën Nikollës dhe Shën Spiridonit. Ky tipi pikturës murale frymëzoi autorët e ikonave të lëvizshme ta pasqyronin Shën Spiridonin duke mbajtur në njërën dorë tigullën e shpërbërë mrekullisht. Tipi i dytë ikonografik i Athosit i sinodit të parë ekumenik vërehet fillimisht në ikonat të lëvizshme të shekullit të 17 dhe më pas fillon dhe përdoret edhe në pikturën murale. Ky program dallon nga paraqitja në grup e etërve me në qendër perandorin Konstantin, ku së bashku mbajnë në duar një rrotull ku është shkruar tërësisht ose pjesërisht simboli i besës. Po ndalemi në disa ikonografi që kanë pikturuar në Malin e Shenjtë të Athos dhe më gjerë. David Selenica nga Vlora, në vitin 1715 pikturoi skenën e sinodit të parë ekumenik në narteksin e kishës së Shënmërisë Kukuzelitisa në manastirin e Lavrës së Madhe. Në vitin 1724 pikturoi skenën e sinodit në kishën e Shënkollit Voskopoj. Krahasimi i 2 afreskeve na bën të kuptojmë se Davidi pikturoi skenën e sinodit sipas tipit të parë ikonografik të Athosit. Vëllezrit Konstantin dhe Athanas Zografi nga Korça fillimisht kanë pikturuar në Malin e Shenjtë afreske me tematikën e sinodit të parë ekumenik në të 2 tipet ikonografike të Athosit. Respektivisht në narteksin e skitit të Shënanës dhe në katholikonin e manastirit të Hirshëm të Filotheut në vitin 1752. Më vonë, vëllezrit Zografi kanë pikturuar me të njëjtën tematikë disa ikona të lëvizshme, të cilat ruhen në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar Korçë. Edhe në këto ikona të lëvizshme ata kanë pikturuar sipas të 2 tipeve ikonografike të Athosit. Vërehet se në paraqitjen e sinodit të parë ekumenik në murale dhe ikona vëllezrit Zografi nuk e pikturoi në vegimin e Petros së Aleksandrisë, siç është kompozuar në ikonografinë e mëparshme. Por ata vegimin e Petros e pikturojnë gjerësisht si tematikë më vete, në afresket e murit verior të Ajodhimës pranë kamares ngjitur me proskomidhinë si në katholikonin e manastirit të Ardenicës, në kishën e Shën Kollit në Vanaj të Myzeqesë e të tjera. Si skenë në plan të parë, vegimin e Petros së Aleksandrisë e gjejmë të pasqyruar edhe në kishat ku kanë pikturuar vëllezrit Shetiri nga Grabova dhe pasardhësit e tyre. Po ashtu, më parë edhe David Selenica e përdor këtë skenë vegimi. Si përfundim,
Tematika ikonografike e sinodit të parë ekumenik pasqyron mbledhjen e episkopëve të mbarë kishës. Paraqitja e Shën Silvestrit të Madh Pap të Romës së bashku me të gjitha etrit hyjprurës të sinodit të parë ekumenik dëshmon parimin e sinodalitetit. Gjithashtu, skena e mrekullisë së tjegullës nga Shën Spiridoni brenda tematikës së sinodit ose si tematikë më vete, kur paraqitet në bust me tjegullën në dorë, na kujton skepticizmin e etërve hyjprurës ndaj Shën Spiridonit se a do të ishte bindëse ose jo fjala e tij kundrejt i thtarit të Ariusit. Mrekullia e shpërbërjes së tjegullës në 3 elemente tregon se qëndrimi i secilit episkop në sinod, i shkolluar ose jo, përmbushet nga prania e Shpirtit të Shenjtë, i cili i frymëzon të gjithë episkopët për të mbajtur qëndrimin ortodoks të besës. Qëndrimi i secilit prej episkopëve të sinodit si përfaqësues të kishës lokale, bartës të besës kristiane autentike dhe përgjegjës për ruajtjen e originalitetit të traditës apostolike, mbron kishën nga herezitë dhe polemikat e ndryshme. Sinodi i parë ekumenik është paraqitur në periudhën bizantine të vonë në disa kisha të vendeve të Ballkanit. Në periudhën pas bizantine, përdorimi i gjerit tematikës së sinodit të parë ekumenik në malin e shenjtë Athos dhe me gjerë prej ikonografëve më të dëgjuar si David Selenica, vëllezërit Konstantin dhe Athanas Zografi, edhe këtë herë e treguan Athosin një qendër të rëndësishme kristiane dhe dëshmuese të doktrinës ortodokse. Ikonografia e frymëzuar nga sinodi i parë ekumenik e pasqyruar prej piktorëve Mihal Linotopi, David Selenica, vëllezërit Zografi në vendin tonë tregon gjithashtu lidhjen artistike dhe shpirtërore që kishte vendi ynë me malin e shenjtë Athos dhe me patriarkanën ekumenike të Konstantinopolës. Ikonografët e pasqyruan tematikën e sinodit të parë ekumenik në disa tipe ikonografike më vete, ose e pasqyruan atë brenda programit ikonografik të paraqitjes së bashku të 7 sinodeve ekumenike, duke i qëndruar besnikë traditës së një kishe të shenjtë katolike dhe apostolike. Faleminderit.